Përfundon masa e përkohshme vendosur nga gjykata kushtetuese në Kosovë, e cila ndalonte ndërmarrjen e çdo veprimi për formimin e qeverisë së re. Vendimi i bazuar në kërkesën e 9 deputetëve të listës serbe dhe të deputetit Goran Adem Hoxha, lidhur me votimin për zgjedhjet e nënkryetarit serb të kuvendit. Më 30 gusht, 9 deputetët e listës serbe dhe deputeti Goran Adem Hoxha ju drejtuan kushtetuesës për shkelje të rëndë të drejtave të pakicës serbe, pasi kryetari sapo zgjedhur Dimal Basha i hodhi në votim daraz nën kryetarët e pakicave dhe më pas përdori shortin për kandidatët për nën kryetarin serb. Gjykata argumentoi se pa vlerësuar dyshimet e ngritura nga lista serbe për shkelje kushtetuese gjatë seancës së 30 gushtit, kur Basha shpalli të përfunduar konstituimin e kuvendit pa u zgjedhur nën kryetari serb, është e domosdoshme që të ndalohen të gjitha veprimet drejt qeverisë dhe vazhdimit të punës së kuvendit. Për këtë vendim, Albin Kurti shënjestroi kushtetuesen duke deklaruar se po vepron si hije politike opozitës. Vendim të ngjashëm pret edhe Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, por lëvizja vetëvendosje fituese e zgjedhjeve të nëntëshkurtit ka pritshmëri të tjera. Ne presim që kuvendi të konfirmohet si i konstituuar, nga se kryetari i kuvendit i ka respektuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara me kushtetut. Jurisprudencën e gjykatës dhe rregullore në kuvendit thuhet në një deklaratë në zyra për mediat të lëvizjes vetëvendosje. Për lëvizjen vetëvendosje, përfaqësuesja e pakicave jo serbe, Emilian Regjepi, e cila u zgjodh nën kryetare e kuvendit, u votua në mënyrë të rregullt dhe nuk ka të drejtë askush t'ia marrë këtë drejtim grupit multietnik. Kriza politike disa mujore u duk sikur u zgjidh kur më 26 gusht Dimal Basha i lëvizjes vetëvendosje u zgjodh kryetari i kuvendit me 73 vota. Më pas u zgjodhen edhe 3 nën kryetar nga Partia Shqiptare, Albulina Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala. Emilia Regjepi u zgjodh nën kryetare nga pakicat jo serbe, por konstituimi ngeci te votimi i kandidatit për nën kryetar për pakicat serbe. Deputetët refuzuan kandidimin e listës serbe. Lista serbe nuk pranoi të propozonte një emër tjetër, duke bërë që Basha të hidhte short për të nxjerrë një emër tjetër nga komuniteti serb. Përveç të gjithë deputetëve të listës serbe, për këtë post u propozua edhe Nenad Rashić nga Partia Serbe për Livri, Drejtësi dhe Mbijetesë, aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit. As Rashić nuk mori vota të mjaftueshme, ashtu si dhe deputetët e tjerë të listës serbe. Basha tha se konsideron të mbyllur seancën konstituive dhe se puna e kuvendit nuk mund të bllokohej nga moszgjedhja e nënkryetarit.